fituar përsi dhe bizotron qejtë e Iranit, sepse të gjithë të dërguesat raketa kanë qenë kryesisht të pozicionuar në pjesën perëndimore të Iranit, që është rreth 1300 deri 1500 kilometra. Duke qenë se këto janë shkatëruar, ato kanë arritur t'i largojnë në brendësinë që deri në lindje të Iranit, ku raketat që kanë ardhur kanë qenë rreth 2000 deri 2300 kilometra larg. Dhe duke qenë sepse janë distanca të larta, kërkojnë dhe mbushje më të madhe, sipas ekspertëve që thoshin, kanë arritur sot të dërgojnë raketën e fundit që kanë rreth Jihad, Bijat, si e qunin, nuk e di mi emrin, rreth 750 kilometra dhe 750 kg plus që kanë hudhur para 2-3 ditësh edhe në qyteti ku jetojnë, një raketë tjetër që cila në vjen në një farë lartësie dhe pastaj ajo shpërbëhet në disa koka tjera, si deri në 20 koka tilla raketa të vogla për të shpërqendruar mbrojtjen kundërore izraelite. Edhe këto goditen me efikasitet, por nuk e kanë atë forcë që ka një raketë balistike kur çan mbrojtjen kundërore, sepse le të themi që mbrojtja kundërore do të thotë një mbyllje hermetike e qiellit. Shkon rreth mbase 85 deri 90%. Mjafton që një raketë balistike të kalojë. Mos harrojmë janë humbur gati 600 raketa deri tash nga Irani, nga këto 23-24 kanë deportuar. Dhe këto 23-24 kanë marrë dhe jetë njerëzish, kanë shkatruar lagje të tëra, kanë shkatruar apartamente të tjera. Jo më shumë se 2 ditë në qytetin tim u godit spitali universitar që kanë në Soroka të Izraelit, Beershevës, unë jetoj në Beersheva. Dhe dëmi ishte konsiderueshëm, por nuk mori as jetë njerëzish, as një jetë vetëm plagosur lehtë, plagosur deri në masën e mesme, se tush kjo është si ide. Një pyetje, më shumë kam frikë për sa i përket Izraelit, nëse do përkeqësoj situata, do ishte nëse Hezbollahu gjen mënyra të tjera për t'i përdorur raketat që ka, se ata kanë akoma raketa. Qa mendoni për Hezbollahu? Hezbollahu është jashtë loje komplet, këtë radhë është jashtë loje, nuk kanë dhënë asnjë sinjal, sepse është goditur fuqimisht tu një rol të madh ka dhe kryeministri i Libanit, me thënë drejtën që i ka dhënë urdhër ultimativ që mos të afrohen më dhe ato, si thosh, në një farë mënyrë e kanë ruajtur të distancën e sigurisë rreth 30 kilometra. Rreth 30 kilometra. Po. U rilidhem. Po. Jam linj. Të dëgjojmë. Menduam se pati shkëputje se ne kemi merak këto shkëputjet her pas herës, do mos kur na vin nga këto zona, kështu që unë e bëj parapripje për ata. Jo, në rregull, nuk ka asnjë problemit. Besoj janë ata që po ju ndjekin. Dhe sigurisht duan t'ju japin ndonjë. Marrin një shokë mbase qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Greqia, marrin pyesin si edhe nuk e din orare. Ju kishit thënë t'ju shohin në YouTube sot, e keni patur mundësinë për t'ju parë në YouTube. Një pyetje, zotrin. Po, sa të përfundoni dhe bisedën me shokët, të cilët janë të interesuar për të ditur si jeni, ndërkohë shokët ju bëjnë thirrje t'ju shohin edhe nëpërmjet ekranit Euronius Albania, aty ku ju jeni dhe prezent. Mos ta marrin sot. Ta ndjekin këtu te ne. Ka dhe zoti Shala një pyetje, pastaj ne jep edhe zoti Prenga një pyetje dhe pastaj jep përgjigjet menjëherë. Po. Ashtë... Nuk... Dëgjon ai, vazhdo. Dëgjon. Po dëgjon, sepse